ne duam ta shtrojmë të paktën për shkak edhe të panelit këtu që janë njerëz që merren për ditë me anën sociale, të shtrojmë si të zgjidhet kjo çështje që të mos përballemi, po që të mos përballemi. Belioza për vërtetës është marrë shumë kohë dhe merret me fëmijët. 30 vjet. Unë them ti dhe Altina Zizaj, unë ju mbaj mend që në nisjet tuaja që Po Belioza, si është bërë kjo shoqëria shqiptare? A kemi qenë më të ndjeshëm ne dhe jemi bërë totalisht pa ndjeshëm? Na shprish ai sensori i ndjeshmërisë, si është bërë kjo drejt shoqërie kështu? Tani, që i bie që e kemi pasur, edhe nuk e kemi prish vetë. Neve për shembull e ndjejmë dhe e bëjmë të krahasim sepse na është kultivuar edhe nga familja dhe nga shoqëria, që duhet ishim empatik, që duhet jepnim, që duhet merrnim. Me kalimin e kohës apo vitet e fundit, dekadat e fundit, sigurisht që kanë hyrë elemente të rinj, pavarësisht se evolucioni nuk ndërpritet, po të vësh re ajo bota teknologjike, ajo performanca e perfekcionit, e cila nuk ekziston dhe i përgjigjet kryesisht filtrave virtual, ka bërë që ti të komunikosh në një kështu, si i them unë bubble, si i thonë, e ke parasysh si një kështu bubble e izoluar, ku ti përpiqesh që të krijosh një pasqyrë reale që krahasohet me atë virtualen. Më kupton? E para. E dyta, nga ana tjetër, shoqëria nuk përbëhet vetëm nga elementet të shtesë apo të rinj që hynë. Përbëhet edhe nga elementet që e përbëjnë shoqërinë, që Liza, familja, është fuqizuar apo është zhbërë në dekadat e fundit. Ka shumë kohë që epoka industriale të roqit tregun, të roqit e prindit nga shtëpia. Ne binim Tiranës kryqe të rthorë me çelsin qafë. Po, është e vërtet, po familja ekzistonte, shumë prezente cilësisht, Ornel. Se ne të dyja jemi rritë pothuajse edhe në të njëjtat zona të Tiranës. Po, saktë. Duhet shkonim studionim, duhet shkonim mësonim, kishim një marrëdhënie reale me mësuesit, një shoqëri nga e dallonti. Prindrit janë menefregist, po thua? Jo, janë aq të stresuar, aq nën presion. Shpesh sa vjen edhe vështirësohet gjithë kjo situata, shpesh unë e lidh edhe agjendën e feministit. Po mirë Belioza, atë po diskutonim ndërkohë që ti po vije. Kjo policia shtetit, që e folëm dhe me Blerë pak, kjo policia shtetit, ku ishte kjo, kur ky kishte qenë shkelës, se ka shumë persona që kanë qenë dhunues të vazhdueshëm ndaj fëmijëve, dhe policia nuk është aty. Tani, si kanë thënë ata të vjetrit, që të rrisësh një fëmijë është njësoj si të ndërtosh një xhami, kurse anglezët thonë të ndërtosh një fshat. Duhen të gjithë bashkë, nuk mjafton një. Dhe një shoqëri që të jetë e shëndetshme ka nevojë për një sistem të konsoliduar në edukim, në shëndetësi dhe nga mënyra si trajton njerëzit e privuar nga liria. Ne këto të treja i kemi mirë, Ornela? Mua jo, mua më duket jo.